e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian, fatkeqësisht ka një blokadë totale. Nga ana e BE-s nuk vlerësohen reformat tona, nuk vlerësohet puna jonë, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% në përputhje me politikat e tyre, edhe sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë, edhe sa i përket politikave të tjera. Presidentja shtoi se kjo qasje po dërgon një mesazh të rrezikshëm në rajon. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton, se më shumë po hapet dera në raport me ata që po shkojnë në Moskë të Putini, sesa për ne që nuk shohim rrugë dhe E pyetur për pritshmëritë nga samiti Osmani, nënvizoi se Kosova do të kërkojë trajtim të drejtë dhe Barazi duke theksuar se kërkesat e Prishtinës nuk burojnë nga arroganca, por nga merita. Kërkesat tona do të jenë të zëshme, jo për shkak të ndonjë arrogancë politike, por për shkak se e meritojmë dhe ne kërkojmë që ky proces të jetë i bazuar në merita. Për Kosovën pritshmëritë janë të qarta, një Europë që vlerëson përkushtimin dhe jo që e ndëshkon atë.